Një shtetas shqiptar që udhëtoi legalisht në Britaninë e Madhe ka treguar për BBC se si jeta e tij u bë e padurueshme pasi përfundoi duke punuar në një fermë kanabisi. Gëzimi i cili dëshironte të mbetej anonim ishte një nga më shumë se 12.600 shqiptarët që bën udhëtimin në Britaninë e Madhe me varka të vogla në vitin 2022, viti i pikut për kalimet e emigrantëve përmes La Manshit. Vitin e kaluar numri i shqiptarëve që bën udhëtimin e rrezikshëm ra në vetëm 616 persona. Pas një fushate të qeverisë Mbretërisë Bashkuar dhe asaj shqiptare, Gëzimi thot se po flet për të paralajmëruar të tjerët pasi qeveria e Mbretërisë Bashkuar i nisi një fushat në rrjetet sociale që synon të paralajmërojë shqiptarët që hynin legalisht për vështirësitë e mundshme në Mbretërinë e Bashkuar. Ai thot se gjeti një kontrabandist në TikTok i cili pranoi ta ndihmonte të bënte udhëtimin për në Angli, edhe pasi udhëtoi për në Francë me autobus, ai mbërriti në Dunkirk, ku një varku nis për në Dover. Ai thot se kushërinjtë e tij, të cilët ishin tashmë në Mbretërinë e Bashkuar, i paguan kontrabandistit 3.500 pound që ai të kalonte kanalin. Pasi u vendos në një hotel, ai thot se mundi të largohej pa u vënë re për të punuar në një fermë kanabisi. Doja një jetë më të mirë për të ndihmuar familjen time, si gjithë njerëzit e tjerë që kanë bërë këtë rrugë. I dija rreziqet e këtij lloji biznesi, por shpresoja se nuk do të isha i pafat, shprehet ai. Ai thot se nuk u pagua për punën në fermën e kanabisit. Gëzimi u zhvendos në një punë në ndërtim, ku thot se ndihej i detyruar të merrte një pagë më të ulët, jo të mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet dhe për të mbështetur familjen e tij. 5 muaj pasi mbërriti në Britaninë e Madhe, ai tha se ishte aq e padurueshme sa vendosi të kthehej në Shqipëri. Kam ndërruar për gjëra të tjera, shpresoja se do t'ja dilja. Askush nuk dëshiron të largohet nga dheu i tij. Askush nuk dëshiron të lërë njerëzit dhe miqtë e tij, por në Shqipëri është një luftë mbijetese dhe unë nuk kisha zgjidhje tjetër, thekson ai. Postimet e reja të medjave sociale po nxjerrin në pa historitë e emigrantëve që kanë hyrë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa emigrantët janë përballur me shfrytëzimin dhe punë të detyrueshme për të shlyer borxhet. Një marrëveshje bashkëpunimi nënshkruar nga Mbretëria e Bashkuar dhe Shqipëria në qeverinë e mëparshme synonte të reduktonte migracionin e paligjshëm. Numrat në varkat e vogla kishin filluar të binin përpara se të arrijej marrëveshja. Agjencia Kombëtare e Krimit tha se reduktimi i kalimeve është për shkak të një numri faktorësh të ndryshëm, duke përfshirë aktivitetin e zbatimit të ligjit, dëbimet, kërkesën e zvogëluar për udhëtime në Mbretërinë e Bashkuar dhe zhvendosjen e mundshme në metoda të tjera. Vitin e kaluar më shumë se 2.600 persona u kthyen në Shqipëri, më shumë se çdo kombësi tjetër. Eksperti i Ballkanit Andi Hoxha i tha një komisioni deputetësh në vitin 2022 se ai vlerësoi se rreth 40% e njerëzve largohen nga Shqipëria për mundësi ekonomike. Lavdrim Krashi, një deputet në Partinë Socialiste në pushtet, tha se disa njerëz ishin njohur në mediat sociale nga premtimet për një jetë më të mirë në Britani. Ai tha BBC-s se promovimi u bë veçanërisht të rinjve për të shkuar në Mbretërinë e Bashkuar, të cilëve ju thuaj se nëse ja dilni atje mos u shqetësoni për financat sepse paratë rriten me të vërtet në pemë, por ne e dim se nuk është kështu. Ka gjithashtu shqetësime të vazhdueshme në lidhje me trafikimin e shqiptarëve në Mbretërinë e Bashkuar. Ata janë ende ndër kombësitë më të zakonshme që konsiderohen si skllëvër të mundshëm modern. Jorida Tabaku, deputet e opozitës nga Partia Demokratike, tha se kur njerëzit shkojnë atje përballen me një realitet tjetër, shumë prej tyre po paguajnë shumë të konsiderueshme për të shkuar në Mbretërinë e Bashkuar. Shumë prej tyre po lën familjet pas sepse janë burra të papunë. Gazetari Eraldo Harlica i thot se shpopullimi i vendit ka qenë një problem prej vitesh, kemi sërish shumë probleme këtu. Asgjë nuk ka ndryshuar në Shqipëri nga viti 2022 kur patëm kulmin e migracionit paligjshëm, tha ai, që nga viti 2022 ambasada britanike ka investuar 6 milion funte në një projekt që synon të frenojë fluksin e njerëzve që largohen nga Shqipëria veriore për një jetë paligjshme që punojnë në Mbretërinë e Bashkuar. Vasil Korni, drejtuesi i ekipit, tha se ka grupe të organizuara kriminale që përdorin rrjetet e tyre sociale duke u përpjekur të joshin njerëzit në skemat e trafikimit, përpjekja për të ndryshuar narrativën me një imazh pozitiv se njerëzit mund ta bëjnë jetën e tyre këtu. Është jashtëzakonisht e rëndësishme, shtoi ai. Kryetari i Bashkisë së Kukësit Albert Halila i tha se po bie numri emigrantëve që shkojnë jashtë. Të rinjt kuksian nuk kërkojnë më të migrojnë. Turizmi është fokusi i vetëm i së ardhmes së Kukësit, edhe do doja të bëja një thirrje publike për të gjithë emigrantët jashtë vendit që ata të kthehen këtu dhe të gjejnë mbështetje për investimet e tyre në çdo fushë. Marrëveshja e migracionit me Britaninë ka rezultuar gjithashtu në një bashkëpunim më të ngushtë për të trajtuar kontrabandën e njerëzve. Kreu i Policisë Kufitare dhe Migracionit Shqiptar, Sajmir Boshnjaku, tha se oficerët shqiptar të zbatimit ligjit janë vendosur në Britaninë e Madhe, veçanërisht në Dover, për të mbështetur autoritetet britanike.
Një rrjet kamerash të financuara nga Britania e Madhe është instaluar gjithashtu në kufirin Shqipëri-Kosovë për të trajtuar migracionin ilegal dhe bandat kriminale. Pajisjet përfshin një flot dronosh dhe kamera për njohjen e targave me synim identifikimin e automjeteve britanike të cilat kriminalët i përdorin për të shmangur zbulimin nga policia lokale. Ministri për Europën, Stephen Dofti, tha se jemi duke punuar drejt për drejt me komunitetet shqiptare, ne po dekurajojmë udhëtimet e rrezikshme drejt Britanisë së Madhe, së bashku me kontrolle më të ashpra kufitare dhe goditjen e bandave të kontrabandës me njerëz. Qeveria është e fokusuar në sfidën ndërkombëtare dhe përmbushjen e planit të saj për ndryshim, tha ai.